إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, kryusin fuqiplot. Dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë ndjekun dhe do të vazhdojnë të ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Prej mangësive që e vujnë njerëzit sot është se njerëzit i njohin fjalët e dietarëve bashkëkohor ose të kohës që ata jetojnë. Mirë po nuk janë shumë të angazhuar me përcjelljen ose njohjen dhe meditimin e fjalëve të selefëve të devotshëm. Sepse fjalët e selefëve janë të pakta, mirë po kanë shumë dobi. Kurse fjalët e atyre që kanë ardhur më vonë, fjalët e halefëve janë më të shumta, mirë po kanë më pak dobi. Siç e thotë këtë gjallë dhe Ibn Rajab al-Hanbali, Allahu mëshiroft, në librin e tij Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Ka një libër të titulluar Vlera e dijes së selefit ndaj ditërisë së halefit. Dhe e thotë këtë gjallë që fjalët e selefit janë të pakta, mirë po kanë shumë dobi, kurse fjalët e atyre që kanë ardhur më vonë, fjalët e halefit, janë më të shumta, mirë po kanë më pak dobi. Baza e kësaj është se seleft kur kanë fol, në fjalët e tyre janë mundu me imitu gjurmë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol në mënyrë të shkurtë. Ne e dim që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i janë dhënë jawamiul kalim. Që dhe më thonë se fjalët e pejgamberit alaihi salatu wassalam kanë të pakta, mirë po kanë përmbajt domethënie të shumta. Dhe kjo është arsyeja pse i gjejmë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë fjalë, kanë porosi, hutbe, kanë mesazhe ku e këshillojnë njëri tjetrin, dhe përmbajtja e tyre janë fjalë të pakta, me pak gërma, me pak fjalë, mirë po ai që mediton mendon të këto fjalë, ka me vure gjana të mahnitshme në çdo fjali. Kja për arsye sepse këto pak fjalë kanë domethënie të shumta në vetveten e tyre dhe shumë të fuqishme. Prej sahabëve të spikatun është edhe Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'udi, i cili është prej të parëve që e kanë pranuar Islamin. Është i gjashti ose i shtati prej të cilët e kanë pranuar Islamin në Mekë kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shpallje. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për Abdullah ibn Mas'udin, për këtë sahab, ka përmend
në hadithet e tija vlera të ndryshme. Një prej këtyne është aja kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibn Ummi Abd. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili dëshiron me lexu Kur'anin ashtu sikurse ka zbrit, në atë formë, atëherë le ta lexojnë sipas leximit të Abdullah ibn Mas'udit. Njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abdullah ibn Mas'udit, "Iqra alay." I ka thënë që më lexo mu Kur'an. Dhe Abdullah ibn Mas'udi i ka thënë, "Ja Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil." I ka thënë, "O i dërguari i Allahut, ata lexoj ty Kur'an, ndërkohë që ty të ka zbrit." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka miratu, i ka thënë, "Po, i ka thënë, lexo Kur'an." Dhe thot Abdullah ibn Mas'udi, "Faqara'tu surata an-Nisa hatta ataytu ila hadhihi al-aya. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا." Dhe thot për Abdullah ibn Mas'udi, vazhdova me lexu nga sura An-Nisa derisa mritet te ky ajet. Si do të jetë puna kur nga secili popull të sjellim nga një dëshmitar dhe të sjellim ty o Muhammed si dëshmitar të tanë tyne. Qale hasbuka al-an, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thënë deri këtu, mos vazhdo më. Dhe kur është sjell Abdullah ibn Mas'udi për me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qa. Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu është prej sahabëve më të ditun, për fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe njëherë ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, "Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu ayna unzilat." Thot, pasha Allahun thot, për çdo sure të Kuranit që ka zbrit, unë e di se ku është zbrit aja sure. "Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fima unzilat." Dhe thot në vejim, për çdo ajet nga libri i Allahut, unë e di se për çfarë arsye thot është zbrit. "Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tablughuhu al-ibil la rakibtu ilay." Dhe përfundon duke thënë se ba me marr vesh se dikush, një person, është më i ditun se unë për librin e Allahut dhe arrin devja, pra kam mjet për më shku deri tek ai, atëherë do ta kisha marr rrugën për tek ai. Pra Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu është nga sahabët më të ditun për fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe një gjatë që është për mu përmend për këtë sahab është edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, "Tamassaku bi ahdi ibn Mas'ud." Thot i dërguari i Allahut alaihi salatu wassalam, kapuni për këshillat dhe për porosit e Abdullah ibn Mas'udit. Pra është këshill profetike, këshill e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne të marrim prej fjalëve, prej porosive, prej orientimeve që mundet me dhënë ky sahab Abdullah ibn Mas'ud. Dhe një prej këtyne këshillave ose një prej këtyne fjalëve që ka lanë Abdullah ibn Mas'udi është aja kur thot, "Law ta'lamuna dhunubi ma wati'a aqibi ithnan, wa la hathaytum at-turaba ala ra'si, wa la wadidtu anna Allah ghafara li dhanban min dhunubi, wa anni du'itu Abdullah ibn Rawtha." Thot Abdullah ibn Mas'udi, "Ba me dit ju gjunahet e mia, nuk do të bashit dy veta bashkë më ardhë mrapa, dhe do të më gjushit mu me dhe në kry. Ba me e dit se Allahu ma falë mu një gjunah për gjunaheve të mia, mëse naj nuk e vrasët menën thët, am thrit një ma Abdullahi i biri
i fllëqësins. Pra, rëndësi thët, ka që mu të më falet gjunahu jem, mësanaj se si më emërtoni ju mu, e se si më thrisni mu ju, kja nuk ka rëndësi për te, radiallahu anë. Dhe fakt, është se çdo njeri i cili spikat dhe dallohet mesin e njerëzve, me pa tjetër që njerëzit kanë mi drejtu shikimet e tyne dhe mendjet e tyne tek ai person. Dhe kja është shumë fjalë e madhe Abdullah ibn Mesudit, shumë porosi mallshtore. Dhe kja është një tërheqje vëmendje dhe vrejtje për çdo person i cili i ka shikimet e njerëzve të drejtuar ka ai, i ka vëmendjet e njerëzve të drejtuar ka ai. Pse? Sepse mundet me kenë një njeri i ditun dhe merr vëmendjen e njerëzve. Mundet me kenë i lexuesi Kuranit dhe merr vëmendjen e njerëzve. Mundet me kenë i njeri që thret në rrugën e Allahut te bareke ve teala dhe ka vëmendjen e njerëzve. Po ashtu mundet me kenë i person që është urdhnues për mirë, në lus nga keqja, dhe njerëzit do ta përmendin, do ta lakojnë emrin e tij. Dhe kjo është një vrejtje. Kjo është një vrejtje që ta ketë parasysh çdo person i cili ka këtë lloj vëmendjet. Çdo person i cili mund të lakohet emri i tij nga njerëzit, në mënyrë që të jetë modest përpara Allahut subhanahu wa taala dhe tek Allahu te baraka wa taala. Në mënyrë që mos të mashtrohet njeriu nga vëmendja e tepërt, nga fama, nga pozitat që mund ketë mesin e njerëzve, mirë po gjithmonë të kujtohet me faktin se është gjunaqar dhe se kja është dhe me thonë pozita e ti tek Allahu te bareke ve teala, që sado që njeriu të përpiqet dhe të mundohet, prapse ka me pas një lloj mangësihet në urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo fjalë e thanën nga ky sahab radiallahu anhu, ne kuptojmë edhe gjatë tjetër se njeriu sa më shumë që është i ditun, sa më shumë që e njeh Allahun me emrat dhe me cilësitë e tija, aq më shumë e kupton se sa shumë gjunahe ka ai. Në rregull? Dhe mundena me kujtu këtu rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësai Ebu Bekrin radiallahu anhu me thonë një dua mas namazit. E mësai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrin radiallahu anhu me thonë këtë dua në fund të namazit ti. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. O Allah, vërtet unë i kam bë pa drejtësi vetit tem shumë të madhe dhe kërkush nuk i fal gjunahet përveç teje. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Andaj thot, më fal mu dhe më shira mu, vërtet ti je falsi dhe i gjithë mëshirshmi. Dhe këtu është për me meditu pak të kja gjatë që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse i dërgumi Allahut alaihi salatu wassalam, këtë dua kaq të bukur, ku njeriu e shfaq vetin e vet si zullumqar, të pa drejt në i vetit vet, dhe ankohet tek Allahu subhanahu wa taala për punët edhe për veprat e tija, dhe se vetëm Allahu subhanahu wa taala mundet me ia fal dhe mundet me ia mëshiru. Këtë gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë dua kaq të bukur, ja ka mësu sahabiut më të mirë, sahabiut më të devotshëm. Dhe kja na lën ne për meditu pak të kja çështje. Pse? Sepse njeriu nuk duhet në mashtru nga gjendja e tij e mirë. Asnjëri nga ne nuk duhet të mashtru nga gjendja e tij e mirë. Nëse jena të rregullt me namazin, jena të rregullt me agjërimin, gruaja që është e rregullt me familjen e vet, me burrin e vet, me fëmijët e vet. Punëtori nëse është i rregullt me punëdhënësin e tij, punëdhënësin nëse është i rregullt me punëtorin e tij. Pra këta gjana, nëse e vën re të veti jot, se je i rregullt në disa gjana, nuk duhet me na bakja ne
që me u tregu të shkujdesun, edhe më thonë që për disa gjëra mu shkujdes më tepër që nuk se s'kena nevojë për këtë gjë. Ose tregona që harrojmë me i kërku Allahut subhanahu wa taala faljen e gjunaheve tona dhe mëshirën e Allahut te baraka wa taala. Pra nëse këtë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jam sa Ebu Bekrit, që është sahabiu më i mirë, më me vlerë dhe më i devotshëm, atëherë kja na lën me kuptu ne që kërkush nuk duhet mu mashtru ose me u mshtet të punët e veta, mirë po gjithmonë kena ata harresat tona, shkujdeset tona, mangësit tona. Dhe për këta harresa, mangësi, shkujdesje, ne duhet të tregona gjithmonë vigjilente, t'i kërkojmë Allahut subhanahu wa taala faljen e harres, neglizhencës tonë, edhe gjunaheve tona po ashtu. Dhe t'ia kërkojmë Allahut subhanahu wa taala faljen e gjunaheve. Pra, njeriu sa më shumë që t'i shtohet dija e tij për Allahun subhanahu wa taala, emrat edhe cilësitë e tija, aq më tepër e kupton mangësinë dhe nevojen që t'ia falen Allahu subhanahu wa taala mangësitë edhe gabimet. Dhe këtu duke u nal tek fjala e Abdullah ibn Mesudit, njeriu duhet, pra ai person i cili ka një lloj famet që njerëzit shikojnë ka ai, ka vëmendjen e njerëzve, ka syt e njerëzve drejtum tek ai. Abdullah ibn Mesudi i bën një vrejtje se cilit njeri me famë që mas mashtrohet me këta gjana, i mirë po të tregohet i për ullun dhe modest për para Allahut subhanahu wa ta'ala, në mënyrë që të ngrihet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kja është shumë rëndësishme. Kja pjesë është shumë rëndësishme. Jo të tregohesh modest që njerëzit të përflasin edhe më tepër ty, sepse prej gabimeve që mundet me bën njeriu është që tregohet modest përpara njerëzve dhe të fitojnë edhe më tepër pozitë tek ta. Dhe të thonë njerëzit që shikan edhe i ditun, edhe këtë, edhe lexues, edhe urnus për mirë, edhe thirrës, edhe hoxh, edhe modest. Pra në këtë formë, nëse ka pas këtë gjë për qëllim, kja gabim. Mirë po njeriu të tregohet modest, duke i njoft gabimet e tija, mangësitë e tija, dhe kështu ka me ungrit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Kja sa i përket ati që ka vëmendjen. Kurse sa i përket atyne që e njekun atë, kja është mi tërhek edhe vëmendje në mënyrë që ta din se ky person është për me përfitu për i ti, dhe ja të kalohet në ekstrem. Sepse ky është që të na mësojnë ne, fjala vjen, të kena dobi prej ti, të marrim prej këshillave, orientimeve tija, mirë po jo të kalojmë në ekstrem. Jo ta madhnojmë mi atë që meriton. Jo të japim përparësi fjalës ti përpara fjalës së Allahut subhanahu wa taala ose fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kjo gjë duhet me e bë njeriu sa më modest, dhe po ashtu edhe njeksat e tij duhet me i bë sa më të kuptueshëm që ky person përfitohet prej tij dhe merret prej tij dhe orientimet e tija, këshillet e tija, mirë po fjala e atij që nuk kthehet mrapa është fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj që kjo është një fjalë shumë e bukur dhe për mu meditu
për me reflektu gjithë se cili prej nesh, kur thot pra Abdullah ibn Mas'udi, "Lau ta'lamuna dhunubi", pa me I ditë ju gjunahet e mia, nuk do të bashin dy veta për me më ardh mrapa. Pse? Sepse I dini gjunahet e mia, I dini gabimet e mia. Dhe nuk ju bëhet me ardh mas mejet. Dhe kjo është një fjalë e bukur e Abu Muhammed al-Qahtanit, I cili thot në nijen e tij, pa me ditë ju gjunahet e mia, atëherë ba me më pa në rrugë më së maj, as selamin nuk do të më kishit dhënë. Kja si modesti e këtij dietare tjetër, I cili nga dija e tij se çfarë gjunahesh ka për mangësitë e tija, atëherë I ka thënë njerëzve se ju ba me ditë atë që ma ka mlu Allahu te baraka wa taala, atëherë as selamin nuk do të ma kishit kthy. Dhe një fjalë shumë e njoftun e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, që lidhet me fjalën e Abdullah ibn Mas'udit, thot: "Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun." Kur ka një herë Abu Bekri njerëzit duke e lëvdu, duke fol mirë për të, ka ba dua Abu Bekri: "O Allah, më ban më të mirë se sa mendojnë njerëzit, dhe më fal mu atë gjatë që ata nuk e din." Kja është një prej këshillave që ka Abdullah ibn Mas'udi. Tjetër fjalë ose tjetër këshill, tjetër porosi e Abdullah ibn Mas'udit është kur thot: "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa 'alayhi wal fajiru yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha fadhabbahu 'anhu." Thot Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, vërtet besimtari I shikan gjunahet e tija sikur t'jeti ulun poshtë një malit, dhe ka frikë që malit I bin mbi kokë. Kurse gjunahçari, ai I poshtmi që a kriminal, I shikan gjunahet e tija sikur se miza që I kalan për para hunës, edhe I ban kështu për para me dorë për me e largu. Edhe kja shumë fjalë e bukur, që ja vlen për me menu rreth kësaj fjale. Në këtë fjalë, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu I ndan njerëzit në raport me gjunahet që ata bajnë, I ndan në dy kategori. Kategoria e besimtarit dhe kategoria e kriminalit poshtër. Raporti I besimtarit me adhurimet e tija, me punët e tija të mira, përpara se me kalu tek raporti që ka me gjunahet. Besimtari në raport me punët e mira, me veprat e mira, është ashtu sikurse e ka përshkruar Allahu te baraka wa taala në Kur'an kur thot: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlah annahum ila rabbihim raji'un." Thot Allahu te baraka wa taala, duke kallëzuar për besimtarët dhe ata të cilët pra veprojnë ibadetet, veprojnë punët e mira dhe zemrat I kanë të friksume se ata do të kthehen tek Zoti I tyne. Pse janë të friksum? Pse janë të friksum këta besimtarë? Megjithëse se janë duke vepru punët e mira, megjithëse se janë duke I bë ibadet Allahut te baraka wa taala. Janë të friksum sepse nuk e din apo I pranohet nga Allahu subhanahu wa taala, apo nuk po I pranohet. Pra kja, ose ky është raporti I besimtarit me punët e mira, me ibadetet. Pra friksohet apo ja pranon Allahu subhanahu wa taala apo nuk po ja pranon. Kurse kalojmë te çështja tjetër, raporti I besimtarit me gjunahet. Si e përshkruan Abdullah ibn Mas'udi, e përshkruan besimtarin se I duket gjunahu sikur është në një mal dhe po I bjen mali mi kry. Kështu e përshkruan Abdullah ibn Mas'udi. Dhe njeriu
siç e thamë pak më përpara, sa më shumë që e shton dijen e tij, njohurinë e tij për Allahun subhanahu wa taala, për emrat dhe cilësitë e tija, aq më tepër bëhet i vetëdijshëm se çfarë mangësish, çfarë shkujdesjesh ka në jetën e tij të përditshme, në adhurime, në raport me njerëzit, a ka shkujdesje në namazin e tij, në raport me njerëzit, me prind, me krymjen e amaneteve të ndryshme, etj me radhë. Pra, si e përshkruan Abdullah ibn Mas'udi besimtarin, e përshkruan se ka frikë nga nau, sikur se ka frikë nga mali mos t'i bin mi kokë, mi kry. Dhe me që këtë raport ka besimtari me gjunahun, atëherë besimtari e shtan kërkimin e faljes nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe na e kemi dëgjuar shpesh herë hadithin ku përshkruhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kërku Allahu gjatë ditës 70 herë falje. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Thot i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun thot, un i kërkaj falje Allahut dhe pendohem tek ai gjatë ditës më shumë se sa 70 herë. Kështu vepran besimtari. Kurse ai i cili është faqezi, nuk vepran kështu. Ai që është kriminal, që është gjunaqtar, nuk i kushton rëndësi gjunaheve, i duken si asesën. Ndërkohë që besimtarit Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë një mirësi shumë të madhe. Nuk duhet me harru që Allahu te baraka wa taala na ka dhënë mirësi të mëdha që ne këta gjunahe, këta shkujdesje, këta mangësi që ne i kena, na ka dhënë Allahu te baraka wa taala mundsinë që ti shlym këta mangësi dhe këta gjunahe. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanaba al-kaba'ir. Thotë dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam se vaktet e namazit ndërmjet njëra tjetrës, xumaja për xuma, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, janë shlyerëse të gjunaheve, pra në mes ç'a bëhet mes tyne, pra janë shlyerëse të gjunaheve nëse njeriu i largohet dhe i distancohet gjunaheve të mëdha. Po ashtu në hadithin tjetër ç'a thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Thot umra deri për umrën tjetër është shlyerëse e gjunave që bëhen mes tyne. Dhe shpërblimi i haxhit pranum është vetëm xheneti. Pra, ja është mirësi prej Allahut te baraka wa taala se gjithsecili prej nesh është gjunahçar, dhe gjithsecili prej nesh ka mangësitë e veta. Mirë po, çka na kallzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na kallzon se ne e kena mundsinë e arçin këta mangësi, këta gabime, këta rëshitje tona t'i shlym me anë të namazeve, me anë të xhumave, me anë të Ramazaneve, me anë të umreve. Mirë po, është një kusht që ky namaz ta ketë këtë lloj efektit, që kjo xhuma të ketë këtë lloj efektit, që Ramazanet ta kenë këtë lloj efektit dhe umret ta kenë këtë lloj efektit, është një kusht që ka vu Allahu te baraka wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Thot Allahu te baraka wa taala, nëse largoheni nga gjunahet e mëdha që ne ju kena ndalu, atëherë gjunahet e vogla kena më ju shly dhe kena më ju fut në xhennet. Ky është kushti. Kushti që namazi i jon ta ketë këtë lloj efektit që të na shlyhen gjunahet mes namazeve, është që ne të largohen nga kush? Nga gjunahet e mëdha.
Kushti që xhumaja në xhuma të bëhet shlyerse e gjunaheve të vogla, është që ne mos të bim në gjunahe të mëdha. Kja është kushti që të ketë namazi këtë lloj efektit. Na i shlyn Allahu te bareke ve teala gabimet, gjunahet, rëshitjet. Mirë po, është e vërtetë se besimtari ose besimtarët përgjithësi largohen për gjunave të mëdha. Janë larg alkoolit, janë larg zinas, janë larg kamates. Mirë po, nëse që e bajnë një prej gjunave dhe nuk tregohen të vëmendshëm te një prej gjunave që i ka gjuha. Dhe një pjesë e madhe e njerëzve bin te ky gjuna, që është gjunahu i përgojimit, për cilin Allahu te bareke ve teala çka ka thënë: "Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Thot Allahu te thot Allahu te bareke ve teala, mos e përgojoni njëri tjetrin, a dëshiron në njëri prej jush me hangër mishën e vllaut vet të cofun, ndërkohë që ju e urreni këtë gjë? Çka kanë thënë dietarët? Kanë thënë dietarët se Allahu te bareke ve teala e ka konsideru përgojimin, gibetin, sikurse ai person që han coftinën dhe me hangër coftinën është për gjunave të mëdha. Andaj thonë edhe gibeti, përgojimi është për gjunave të mëdha. Këtu është problemi. Këtu është problemi, sepse një pjesë e madhe e njerëzve tregohen shkujdesun te ky gjuna. Dhe ky është për gjunave të mëdha. Dhe mundet që ky namaz, që ishim duke thonë para 2 minutave, që i shlyn gjunahet mes namazit mes namazeve, xhumaja mes xhumave, Ramazani mes Ramazaneve, umra mes umrave, mundet mu bë shkak ky gjuna që mos ta ketë këtë lloj efektit namazi jon, xhumat tona, Ramazanet tona, umret tona. Imagjinoni se çfarë mirësie të madhe na e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe nëse nuk tregohena të kujdesshëm te ky gjuna i gjuhës që është përgojimi, atëherë mundet që namazi dhe këta punë të mira që i shlykan, pra i falkan gjunahet që bëhen mes tyne, munden mas me pas atë lloj efektit. Dhe çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë përgojimi? Dhikruka akhaka bima yakrah. Me përmend vllahun tan, me atë gjë që ai urren me përmend. Dhe kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Afara'ayta in kana fi akhi ma aqul?" Qala in kana fihi ma taqul faqad iqtabtah wa in lam yakun fihi faqad bahhattah. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ajo që thu për të është e vërtet, e ke marrë për gojë, e ke përgoju. Nëse nuk është ashtu, atëherë ke shpif për të. Çfarë thot Sheikhul Islam Ibn Taymija? Thot që vërtet njerëzit e devotshëm përgjithsisht të largohen thot për gjunave të mëdha, për zinas, alkoolit, për vjedhjes, mirë po bin në gjunahet e gjuhës edhe të zemrës. Të gjuhës edhe të zemrës, mundet që njeriu me ra në gjunahet të mëdha që bën zemra. I kalon i njëri për krah, edhe i duket veti kush e di se çfarë në raport me të. I duket veti më i mirë, e nënverson, e nënçmon, e përbuz me zemrën e tij. Kjo është për gjunave të mëdha. Në momentin që njeriu ka vetë pëlqim, ka me në mallësi, kjo për gjunave të mëdha. Dhe vazhdon ajo që thamë pak më përpara, se mundet namazi jonë dhe tana këta adhurime mas me e pas atë lloj efektit. Cilin efekt? Munden mas me kanë shlyerse të gjunave tona. Dhe ne jena nevojtar që Allahu subhanahu wa taala të na i falin gjunahet e vogla, rëshitjet, gabimet, harresat e kështu me radhë. Pra, njeriu nuk duhet me u mashtru me vedin e vet.
me pa vetin se unë jam duke bë ibadet, jam adhuruesi Allahut subhanahu wa taala, mos mashtrohet me atë asnjëri prej nesh, mos mashtrohet me adhurimin, me ibadetin që e bën. Sepse sado që tjetë në njëri prej nesh adhuruesi Allahut subhanahu wa taala dhe i kujdesshëm, prap ka lëshime. Dhe kja porosi e Abdullah ibn Mas'udit është shumë e bukur. Ku gjithë secili prej nesh nuk duhet me i pa gjunahet si diçka të vogla. Nuk duhet me i pa gjunahet si diçka të vogla, e vogël. Nuk ka prej aty në të mëdhave. Sepse mundesh me i ba edhe këta të voglat. Mirë po, cili prej nesh është garant se po na falen apo nuk po na falen. Fjala e tretë e Abdullah ibn Mas'udit është aja kur thot i'tabiru an-nasa bi akhdanihim fa inna al-mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuh. Thot Abdullah ibn Mas'udi, njerëzit vlerësojini me shoqëninë që ata kanë, sepse njeriu shoqënohet vetëm me atë që e pëlqen. Shumë fjalë e bukur. Shumë fjalë e bukur. Dhe kja për i ardhjen si fjalë e ka nga aja që ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Thoti dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam që njeriu është në fen e shokut vet. Andaj le të shikojnë në njëri për jush se me ke shoqënohet. Pra çfarë thot Abdullah ibn Mas'udi, se ky ishte hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra thot, kthena edhe herë tek fjala e Abdullah ibn Mas'udit. Thot el mar'u la yukhadinu illa man yu'jibuh. Njeriu shoqënohet vetëm me atë që e pëlqen. Pra nëse ti ke një shok ose nëse ti ke një shoqe dhe ke shoqënim me të, çfarë do të thonë kjo? Do të thonë se je i kënaqur ose je e kënaqur me fjalët e tia ose me fjalët e saja, me veprimet, me mënyrën se si logjikan, se si arsyetan. Prandaj e ke për shok ose e ke për shoqe. Dhe këtu mundesh me i dhënë vlerësim dikujt. Pse? Sepse i ne vlerësimin i ky që nga paraqitja duket njeri i mirë dhe po shoqënohet me këtë njeri që është njeri i prishën, gjunaqar. Si ka mundësi që këta dy shoqënohen me njëri tjetrin? Shoqënohen me njëri tjetrin dhe rasti i tyre është një prej dy rasteve. Ose nuk e din gjendjen e tij, por nuk e din se çfarë gjunahesh, çfarë punë bën ky njeri gjunaqar. Ose ky që nga paraqitja duket i mirë, e din. Ja din poshtërsit, ja din ligësit, ja din shamjet, ofendimet, zullumin, e çdo gjë që mund ketë ky gjunaqar. Megjithatë prap vazhdon edhe shoqënohet. Pse? Sepse është i kënaqur me atë çfarë bën. Është i kënaqur me atë çfarë bën, nuk i bën përshtypje. Dhe në këtë formë bëhet ortak i tij në gjuna. Fakti që ja din dhe nuk e kundërshton, nuk e këshillon, mirë po, është i kënaqur me veprat e tija, tregon se është ortak i tij në gjunahe. Dhe kja është aja që thot pra Abdullah ibn Mas'udi. El mar'u la yukhadinu illa man yu'jibuh. Njeriu shoqënohet vetëm me atë person që e pëlqen. Pra nëse ky është njëri i poshtër dhe shoku i tij nga paraqitja duket sikur është njëri i mirë. Mirë po, ja shef ligësit, ja shef poshtërësit dhe nuk ja kundërshton. Çfarë do të thonë kjo? Dhe me thonë se ky person që nga paraqitja e tij u duk ka i mirë, është në rrezik të madh. Është në rrezik të madh se mundet me përfundu sikurse atë që është duke pëlqy. Dhe përveç kësaj, pra përveç faktit që
me I njoft njerëzit dhe çfarë shoqënish kanë ata, kena ndiman edhe ne me njoft vedin ton. Kena ndiman edhe ne me njoft vedin ton. Kë kena rreth për çfarë? Çka kena shok, çka kena shoqe? A I kena shok të mirë? Nëse këta shok ton kanë rëshitje, a I bajmë aminen atyne? A I dorë tërkasim bravo qabane? Apo e këshillojmë që të heqin dorë? Se nëse e ke shokun e poshtër, e ke kriminal gjunaqar, dhe nuk ja kundërshton, nuk e këshillon, dhe je I kënaqur me ata poshtërsinë, ata lehtësinë që bën, atëherë këtu ne pi vlerësim vedit. Sepse edhe ti je sikurse ai. Dhe para se me pas për qëllim Abdullah ibn Mesudi që njerëzit më I dhanë një lloj vlerësimit me anë shoqënisë që ata kanë, kjo është edhe mënyrë që gjithë secili prej nesh me pa shokët e vet. Por po këta shokë që ne I kena zgjell për miq edhe për të afërt. Si I kena këta shokë? A I kena njerëz poshtër? Apo nuk I kena njerëz poshtër? A I kena njerëz mirë? Se nëse janë njerëz me gabime dhe ne nuk I korrigjojmë, atëherë është rreziku që edhe ne të përfundojmë në gjendjen e tyne. Kja është pak a shumë domethënia e fjalës së Abdullah ibn Mesudit. Fjala tjetër, nëse po ka afruar valla koha namazit, e vazhdojmë inshallah javën tjetër, sepse si sahab Abdullah ibn Mesudi ka shumë fjalë bukura. Shumë këshilla të dobishme dhe aktuale faktikisht. Elos Allahun subhanahu wa taala që të na përmirësojë gjendjen tonë, të na I falën gabimet tona, gjunahet tona. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.